Fieri vijon të përballet nga viti në vit me një rënje drastike të numrit të lindjeve. Sipas shefit të maternitetit të Fierit, Robert Luto, nga 2000 deri në 2500 lindje që regjistroheshin 5 vjeçarin e fundit, tashmë numri ka zbritur në rreth 1000 lindje në vit. Një pjesë e mirë është vendosur dhe është transferuar në emigracion dhe detyrimisht duke lëvizur edhe numri i lindjeve patjetër që do vi në rënje. Duke pasur parasysh këtë lëvizje demografike, patjetër që numri vjen duke rënë, por një pjesë e mirë e tyre transferohen edhe nëpër spitalet private ose shkojnë edhe në Tiranë për arsyet e tyre. Luto thekson se vitet e fundit është rritur ndjeshëm edhe numri i lindjeve me operacion cezarian, të cilat tashmë janë më të shumta se lindjet natyrale. Nuk është një trend vetëm në qytetin tonë, por është edhe në Shqipëri, por është edhe një trend ndërkombëtar, një trend botëror. Dhe faktorët janë nga më të ndryshëm, nënat janë më të ushqyera, bebat dalin më të mëdhenj, faktorët pastaj që kanë të bëjnë me patologjinë gjatë shtatzanisë, siç është diabeti i barrës, siç është hipertensioni, siç janë problemet renale, infeksionet urinare. Në rrjen e paraqitet edhe numri i aborteve. Nëse gjatë 6 mujorëve të parë të viteve 2024 dhe 2025 regjistroheshin rreth 300 raste vjetore, në 6 mujorin e parë të vitit 2026 ky numër ka arritur në rreth 100. Po përderisa popullsia më e madhe vjen nga zonat rurale, detyrimisht dhe numri i këtyre aborteve është më i madh nga zonat rurale, sesa nga qyteti, por duke pasur parasysh edhe emancipimin që ndodh sot tek rinia, ato marrin informacion, kanë informacion të mjaftueshëm për të mbrojtur, për të mos ngelur shtatzan, ndërsa zonat rurale ndoshta janë pak më të disavantazhuara në këtë pikë. Shefi i maternitetit të Fierit përmendie se ky institucion vijon të presë edhe pacient nga qytete të tjera të vendit, të cilat zgjedhin Fierin për kryerjen e ndërprerjes së shtatzanisë.